Pak ditë më parë, pamfleti shkroi artikullin me titull Deputeti i Partisë Socialiste në Durrës, Erken Balla, menaxheri i bizneseve kriminale në Vlorë, ku zbuloi se grupi kriminal me qendër në Durrës, Fiere Vlorë, i goditur nga antimafia italiane Eurojust dhe SPAK me operacionin Ura, ka lidhje brenda parlamentit nëpërmjet këtij deputetit Partisë Socialiste. Erken Balla u rizgjoth me më shumë vota më 11 maj, që sipas akuzave të opozitës ja ka siguruar antari i bandës Troplini Ervis Doçi, i njohur si Visi i Pojës. Me këtë grup kriminal, deputeti socialist Erken Balla ka lidhje si ish drejtor menaxhimi i kompanisë Nistal SHPK, pjesë e grupit kompanive të vëllezërve Danaj në Vlorë, sekuestruar nga SPAK për trafik droge e pastrim ndërkombëtar parash me troplinat e Durrësit. Mirpo në këtë artikull, një qytetar bën një koment që ngre shumë pikpyetje dhe që për cilin autoritetet përkatëse duhet të bëjnë transparencë. Pse nuk e thoni që ky ka vendosur djalin e tezës shef të AMP-s në Durrës dhe ja zgjidh ai të gjitha punët me policin, thot komentuesi. Në fakt, siç thot populli, ku ka zë nuk është pa gjë. Për më tepër, që qytetarët janë të parët që din më shumë se çka thuhet, sidomos ata të zonës për cilën bëhet fjalë. Përderisa komentuesi hyn direkt në temë dhe ngre pyetjen se pse nuk bëhet transparencë për një fakt të gjithditur, dyshimet që kjo të jetë e vërtet sigurisht janë të forta. I mbetet autoriteteve të linjës të hedhin drejtet bëjnë transparencë siç i detyron ligji për këtë fakt, nëse është i vërtet apo jo. E duke marrë parasysh CV-n e Erken Ballës, sigurisht që dyshimi më i madh për këtë koment anon nga e vërteta. Ndoshta do të jetë opozita ajo që ditët në vijim mund të kërkojë llogari për një dyshim të tillë.